Normalisht pjesa e vijës zbërjetare nuk i takon drejtorisë tonë, pasi siç dihet në drejtorinë e përgjithshme është krijuar një drejtori e veçantë, që quhet Drejtoria e Zonës së Bregdetit, ku përfshihet edhe këto ndërtime. Unë po them që në fshatin shkallënor procesi i legalizimit ka përfunduar 100% dhe nuk ka, mund të jenë rreth ndoshta 10 deri në 15 objekte të cilët qytetarët aktualisht janë jashtë shtetit, sapo të thënë edhe atyre do të përfundohet procesi. Pra ka përfunduar totalisht. Të vetëm fshatrat të ish komunës Strasburg që nuk ka përfunduar akoma procesin janë fshati Vrin dhe fshati Stacioni Zootehnik Xhazodri. Të gjithë fshatrat e tjera pothuajse kanë përfunduar në nivelet e 99% apo 100% të gjithë procesin e legalizimit. Kjo është një drejtori specifike e krijuar pranë drejtorisë së përgjithshme dhe ka një specifik tjetër normalisht që bashkëpunon me institucionet e tjera, ashtu siç bashkëpunojmë edhe ne për çdo lloj objekt informal që normalisht ka një kualifikimi, ka disa kritere dhe nëse objekti informal nuk plotëson qoftë dhe një kriter të vetëm të këtij akti kualifikimi, normalisht nuk legalizohet.